E kalli me këngën e fundit të cilën e solli në bashkëpunim me Lindonin, gjithashtu e kalli edhe me klikime në kanalin YouTube, mirë po asnjëherë nuk e kuptuam se aja kalli dikush zemrën atij. E kam fjalën për këngëtarin Adrian Gaxha, i cili vjen sonte në prive për të na shpalosur disa detaje nga disa lajme që u shpalosën për të. A janë apo nuk janë të vërteta, na tregon më së miri ai vet. Na menon veç një moment me pas, e mes ati edhe njoti më mos me t'ardh. Jo më nu me edhon maksimumin tem për këtë projekt. Edhe zdi e kom pas një farë ndjenja edhe në kur për një me ju përkushtoj është një punës edhe e maksimumin e vetë normal që aj projekt mundet me dal i mirë ose shumë i mirë. Edhe më vjen mirë që ju ka vlerësu tepër mirë nga populli edhe është diçka që se kom prit. Ndoshta kom prit që ka me kalu okej, ka mu pëlqy deri diku në videoklipi normal. Se i kena punu normal me krejt forcat, po se një më interesant mu ka dok që ka kalu kufit tona, do me thënë, u ka pëlqy tepër këtu edhe në Maqedoni, do me thënë edhe nga popullat e Maqedonasve. Pastaj është këngë që u ka lansu shumë edhe në Turqi, do me thënë s'ka qytet, diskotek që nuk o lëshu kjo këngë. Pikërisht me këto këngë Adrian Gaxha dhe Lindoni e bën edhe më të nxehtë verën e këtij viti. Ky projekt muzikor nuk e kalli vetëm diskografin shqiptare, por edhe Ballkanin. Një ndër hitet e 2015-s nuk qëndroi keq as në kanalin YouTube, ku për një kohë të shkurtër grumbulloi një numër të konsiderueshëm klikimesh. Suksesi i këtij projekti po e motivon edhe më tepër Adrianin të vazhdojë me projekte të tilla. Kam shumë projekte. Janë 3 deri 4 projekte deri në dhjetor. Jo me fokusum për momentin tepër rreth Florianit, sepse Floriani normal i kena hy pak më seriozisht punës. Jam të që 2-3 herë njaf miret me teknikat vokalit, përparon shumë këtë sferë në këtë drejtim. Kena projektin e tij të radhës në këtë muj. Është një balat tepër e bukur që kena punu kogja shumë. Pastaj e kena edhe një projekt me Lindonin. Edhe do jetë pas 2 mujve është projekti i parë solo për Lindonin. Do jetë një përpunimi një hitit më të vjetër, po e cili do ta zbulojmë normal kur do del kënga mas mirë ashtu. Krahas këtyre angazhimeve, Adriani po punon edhe në një tjetër drejtim. 2 muaj më parë, na njoftoi se ai është drejt krijimit të një labeli rreth të cilit momentalisht nuk ka diçka konkrete. Këtë label kam plan për me e hap më profesionalisht në të ardhmen, po kur sak nuk e di. Po na gati më funksionojmë si label, na kena studion ton. I suksesshëm në muzikë e i përfolur edhe jashtë saj, Adriani kohën e fundit ishte fokus gjithandej nëpër media. Portalet tona për një kohë plasuan lajmin se ai dhe ishe dashura e tij Luana Vjollca janë bashkuar, duke shkaktuar kështu dyshime dhe kurreshtje. Po e di e kom pa këtë lajm disa herë, sidomos në portale, nëpër Instagram e kështu me radhë, po nuk është e vërtet si jena rikthyer në thjesht. Jena konë në lidhje para disa vjetë edhe në qaq. Kena met në raporte njerëzore, si me çdo njeri normal. Edhe ato janë foto që janë bërë në gjatë një manifestimi Summerfestit të organizimit Top Channel që ka mbajt në Ulqin, ku unë jam kom pjesëmarrës edhe kështu njerëzit i ketë shkëptojnë pak senat. Pas këtij lajmi mbi të cilin sipas Adrianit nuk ekziston diçka e vërtet, emri i tij përsëri nuk pushoi së përmenduri në mediat elektronike, por kësaj radhe për një realitet të hidhur. Me thonë që e kom përjetu keq as pak. Jam kënë qatë shumë i lodhë edhe qatë shumë më ka flejt atë moment kër e kom bë aksidentin që me zi kom prit me dal pikerit, me pa shoferin tjetër është mirë edhe me shkom mja fët gjumit, sepse o konë me njerë dita e fundit të inqizimit klipit, se e përfundova në fakt. Jam konë një 4-5 ditë pa gjumë edhe me zi prit që me shko në shpi me pushu, po nuk mbrina në shpi. Edhe u bë aksidenti, po normal, s'ishte na i farë aksident ku me ditë saj matë, s'kishte të lëndum, keri shkoj, s'është problem edhe kena me marrë në i kërë matë mirë.
ky dom material i amar të ligat, e ne presim projekte të nxehta nga ai edhe gjatë muajve të ftohtë.